بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum shikues të nderuar. Ja ku po takohemi sërish me emisionin Biseda e Ramazanit. Po afrohemi drejt përfundimit të muajit të bekuar të Ramazanit dhe jemi në prag të festës së madhe të besimtarëve musliman, pra festës së Fitr Bayramit. Për të biseduar rreth këtyre çështjeve, sërish në studio me ne është hoxha i nderuar Ergin Shala. Mirë se erdhe hoxha. Mirë se u gjetëm, Allah ju shpërbleft për ftesën. Amin edhe juve gjithashtu hoxha. Hoxha i nderuar, tani po i afrohemi fundit të Ramazanit, siç po e dim. Dhe besimtarët mezi po e presin një nga ditët më të gëzueshme të vitit. Pra, pas Ramazanit e kemi festën e Fitr Bayramit. Na tregoni diçka më shumë lidhur me këtë festë. Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Pas falënderimeve ndaj Allahut subhanahu wa taala, përshëndetjeve ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu ju falenderojmë edhe juve për këtë takim për këtë emision të bereqetshëm inshallah taala. Siç e theksuat edhe ju, alhamdulillah që Allah subhanahu wa taala na mundsoi që ta presim këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Saqë disa prej selefëve kanë bërë dua subhanallahu 6 muaj ditë para Ramazanit, që Allah më ia mundsum që me mri apo me arrit Ramazanin. Mirë po, pasi që është kryer Ramazani, 6 muajt e tjerë kanë bërë dua tek Allah subhanahu wa taala që Allah azza wa jall më ia pranu ibadetet që i kanë bërë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Në këtë muaj subhanallah është namazi taravis, është agjërimi, do të thonë ajo kryesorja. Pas agjërimit është namazi taravive, i cili është suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë në një hadith, thotë kushdo që e fal namazin e taravive me iman, me besim, duke shpresuar shpërblim tek Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu ia fal mëkatet e kaluara. Po ashtu edhe për natën e Kadrit. Po ashtu edhe për agjërimin, subhanallah, agjërimi prej agjërimit, Ramazani prej Ramazanit, namazi prej namazit, janë shlyerje mëkatesh. Andaj për atë arsye, sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam 6 muaj kanë bërë dua që Allah subhanahu wa taala më ia pranu ibadetet gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Andaj alhamdulillah, pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Pas punës në këtë dynjë, nëse ti një muaj ditë punon, çfarë ke? E ke shpërblimin e paras. Ndërsa tek ne e kemi një shpërblim madhështor, subhanallah. Bile pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë për agjëruesit, thot ka dy gëzime me një aspekt. Gëzimi i parë është në këtë dynjë para iftarit, kur ti bën iftar. Ky është gëzimi, se tërë ditën ke agjëru dhe po shpreson që me të shpërblyej Allah subhanahu wa taala, dhe gëzimi i dytë madhështor është kur do ta takojmë Allahun subhanahu wa taala. Siç e tham, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, pas muajit të bekuar të Ramazanit, është edhe festa Fitr Bayramit. Dhe në këtë festë të Fitr Bayramit ne kemi namazin e Fitr Bayramit dhe duhet me fal, duhet me fal. Bile nga Enis radhiyallahu anhu transmetohet se kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam thot erdhin në Medinë, i pa banorët e tyre duke i festuar 2 festa para islame. Dhe Muhamedi alayhis salatu wassalam çfarë ju tha? Ju tha që Allah subhanahu wa taala ju ka zavendësuar me 2 festa të tjera. Dhe këto janë festa e Fitr Bayramit, i cili është pas përfundimit të Ramazanit, dhe festa Kurban Bayramit, i cili është pas 2 muajve, apo që korrespondon me haxhin. Pastaj janë disa sunetet të pejgamberit alayhis salatu wassalam që lejohen me u gëzu, lejushmëria e defit. Defi lejohet që vajzat e vogla apo të kënaqen, apo të argëtohen, apo të zbaviten, të themi me një aspekt të gëzohen, për shkak të shpërblimit që do ta marrim inshallah taala pas përfundimit të këtij muaji të Ramazanit. Atëherë çfarë Resuli alayhis salatu wassalam hyri tek Aisha radhiyallahu anha dhe i pa dy goca duke i rënë defit. Nga kënaqësia apo nga ajo zbavitja që dëshironin ta bënin këto 2 goca. Dhe për një moment erdhi Ebu Bekri radhiyallahu anhu tek shtëpia e Resulit alayhis salatu wassalam. Edhe çfarë tha subhanallahu kur i pa defin? Tha e mizmaru shejtan fi bejti Rasulillah. Tha fyelli shejtanit në shtëpinë e Resulit sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.
Muhamedi s.a.s. e ndaloi dhe i tha lëri Abu Bekr, sepse secili popull i kanë festat e veta. Andaj lëri. Mirë, dietarët kur e kanë komentuar këtë, kanë thënë se Abu Bekri e dinte se instrumentet muzikore janë haram. Për atë arsye dhe reagoi. Mirë, por Resuli a.s. nga gjëja e përgjithshme e instrumenteve muzikore e heqi këtë në mënyrë specifike defin. Dhe defi është i lejuar në darsma, në gazmor, në gjëra të ndryshme që është natyre femnës që të kënaqet nëpërmjet defit apo kërcimeve të ndryshme që është brenda rrethit të grave. Ndërsa meshkujt nuk lejohet, më thonë kemi hadithe të pejgamberit a.s. Po ashtu, në këtë fest edhe është të zbukuruarit. Duhet mu zbukuru muslimani ku të shkon në xhami. Duhet t'i vesh rrobat më të bukura, më të mira, më të pastërta ku të shkon dhe ta fal namazin e Bajramit. Kështu ka bërë Resuli a.s. E ka pas një pelerin të kuqe apo një të gjelbërt dhe kështu i ka kombinuar me një aspekt, ndonjëherë njërin, ndonjëherë tjetrin që i ka pas apostafat për ditën e festës, ditës së festa, realisht Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit, po edhe për Gjumon. Edhe Gjumon, Allah shpërbleftosh. Gjithashtu edhe një nga momentet kryesore të kësaj feste pra është edhe falja e namazit të Bajramit. A falet ky namaz në përsheshe apo brenda xhamive? Rregulli thot apo suneti pejgamberit a.s. është që namazi i Bajramit, qoftë i Fitr Bajramit apo i Kurban Bajramit të falet në musalla, në përsheshe. Falë Allah subhanahu wa taala, ky sunet është ringjallur në kohët e fundit. Po shohim edhe në vendet jo muslimane. Fatkeqësisht në shumë qytete tona nuk falet. Falet në xhamia. Nuk po themi që nuk lejohet të falet në xhamia. S'po themi. Mirë, po suneti është të falet në musalla, të falet në vend të hapur, në sheshe. Madhështore kur t'i sher ato imazhe, ato pamje kur t'i sher në qytetin e Tiranës, në Shqipërinë tonë. Që sa vite që praktikohet. Madhështore është ajo. E tregon atë unitetin e muslimanëve, subhanallahu. E jo siç kanë dëshirë të na akuzojnë një islami politik. Nuk ka të bëjë këtu me islam politik. Kjo është feja jonë, subhanallahu. Kjo është feja që ne e ndijmë dhe është feja që ne e praktikojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Në hadith thotë nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu se i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ditën e Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit delte thot për ta falur në faltore dhe gjëja e parë që e bënte ishte namazi. Kjo. Allah shpërbleftosh. Përveç vetë faljes së namazit, Islami na mëson edhe disa praktika pra të bukura që e zbukurojnë këtë ditë. Dhe na tregoni disa prej suneteve që duhet me i praktiku me rastin e faljes së namazit të Bajramit. Nuk ka dyshim, edhe Fitr Bajrami apo Kurban Bajrami në përgjithësi ka disa sunete që duhet praktikuar, disa rregulla, disa adabe, disa edukata, apo një prej rregullave apo një prej suneteve të pejgamberit a.s. është që ta ndryshosh rrugën. Të shkosh me një rrugë dhe të kthehesh nga rruga e tjetër. Ulemaja kanë sqaruar këtë gjë. Edhe kanë komentuar dhe kanë thënë pse Resuli a.s. ka thonë që të shkohet me një rrugë dhe të kthehet me një rrugë tjetër. Subhanallahu, për çdo gjë na ka mësuar Resuli a.s. Të shkohet me një rrugë ti takosh disa njerëz. Ndërsa kur të kthehesh me një rrugë tjetër, ti takosh disa njerëz të tjerë, apo sepse ky muaj është muaj do thotë kjo festë është festë e unifikimit muslimanëve, e takimit muslimanëve. I bashkojnë safat muslimanët me një namaz të caktuar. Dhe po ashtu i kemi edhe tekbiret që bëhen. Tekbiret Muhamedi a.s. ka bërë tekbire, apo duke shkuar në xhami. Ajo që bëhet në për xhamit tona, pas çdo namazi nuk kemi argument nga Resuli a.s. Më thonë, ajo që bëhet është në mënyrë të lirë. Secili e bën tekbiret i bën gjatë rrugës apo në përsheshe, kur shkon deri në xhami, kur shkon edhe në momentin kur fillon të falet namazi, ndërpriten pastaj do thot tekbiret. Kemi edhe një nga sunetet e pejgamberit a.s. që kur preferohet muslimanit të haj apo të pi gjatë ushqimit gjatë namazit, gjatë dy namazeve të Bajramit. Për Fitr Bajram është e pëlqyer apo të hahet fillimisht.
Të hahet fillimisht që të tregohet që ti nuk je agjërueshëm dhe të shkojnë në namaz. Ndërsa në Kurban Bayram është e kundërta. Të shkohet më herët në fazën në kohën e parë të kohës apo në kohën e parë, do thotë momentin kur të hyn në atë koha e namazit të Bayramit, pse shkaku që pastaj të kthehet dhe t'i prej kurbanat dhe të haj ushqim, apo të kundërtën me Fitr Bayram që lejohet të shtyhet, apo lejohet të shtyhet pas 1 ore, 2 ore, nuk ka problem. E sidomos kam përvojë për shembull në vendet skandinave apo në vendet të ndryshme ku është herët shumë sabah. Për shembull mund të jetë diku në ora 4. Edhe tash 4:45 apo vetë se falet Bayrami. A mund ta shtyjmë dhe ne t'i themi xhamatit në ora 7 ta falim? Nuk ka asnjë problem. Nuk ka asnjë problem. Deri para namazit të drekës falet namazi i Bayramit dhe nuk ka asnjë problem në këtë gjë. Po ashtu prej suneteve të pejgamberit alayhis salam është edhe gusli. Domethënë gusli është mirë që para se të shkojmë. Gusli mes në dietarëve ka ihtilaf që është obligim apo nuk është obligim për çështjen e namazit të xumos, atë ditë kur shkojmë ta falim namazin e xumos. Ndërsa për çështjen e namazit të Bayramit është sunet i pejgamberit alayhis salam që ne përveç se do të vishemi bukur dhe mirë, edhe të lahemi para se të shkojmë në namazin e Bayramit. A ka namaz tani sunet para Bayramit dhe pas Bayramit? Jo, nuk ka. Nuk ka namaz para Bayramit dhe mas Bayramit. Janë vetëm 2 rekate. A ka ezan dhe ikamet? Nuk ka ezan dhe ikamet. Hudbja është në kundërshtim, është e kundërta e xumos. Më thënë, hudbja mbahet në kohën e xumos, namazet e xumos mbahet para xumos. Ndërsa këtu çfarë? Falet një namazi i Bayramit, pastaj mbahet hudbja me lenin Allahu subhanahu wa taala dhe hudbja nuk është obligim që ta dëgjosh. Është sunet, është gjë e pëlqyer. Nëse dikush ka punë, mund të shkojë, nuk ka problem. Por se secili duhet ta dëgjojë ligjëratën, saqë Muhamedi alayhis salam ka urdhnu gratë të shkojnë. Edhe ato që nuk kanë mundësi të kanë ndonjë veshje, le të marrin nga shoqët e tyre, nga motrat e tyre, të vishën dhe të shkojnë dhe ta falin namazin e Bayramit me xhamat. Mirë po, bile Rasuli alayhis salam ka urdhnu dhe thonë që i ka urdhnu edhe qikat e reja apo edhe gratë të cilët kanë menstruacione le të vinë të dëgjojnë ligjërimin. Normalisht ato nuk e falin namazin, por se e dëgjojnë ligjëratën dhe përfitojnë nga ajo ditë, nga ato ligjërime që i bën hatibi me lenin Allahut subhanahu wa taala. Allahu shpërblet. Po ashtu shpesh kemi dëgjuar besimtarët kanë dilema dhe rreth obligueshmërisë këtij namazi. Pra cili është gjykimi për namazin e Bayramit? Gjykimi për namazin e Bayramit normalisht ka mesele me thebe të ndryshme që e komentojnë këtë gjë dhe japin gjykime të ndryshme. Dhe ajo që më afër të vërtetës themi është, dhe këtë mendim e ka përzgjedhur edhe me thebi Hanefi, për tyre edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija pastaj thotë që e vërteta është që namazi i Bayramit është wajib, është obligim. Nëse eventualisht të ik namazi i Bayramit, atëherë të lejohet që ti falësh 2 rekate nafile, do të thotë si lloj kompenzimi të themi, apo si lloj kompenzimi të themi, sepse namazi i Bayramit siç tham është wajib dhe mosfalja e një wajibi do bën mëkatar tek Allah subhanahu wa taala përderisa e ke bindjen që namazi i Bayramit është wajib. Allahu shpërblet hoxh. Një çështje tjetër me rëndësi për besimtarët është edhe koha e saktë e faljes. Pra kur është koha e namazit të Bayramit? Koha e namazit të Bayramit, siç tham edhe më herët, Fitr Bayramit është më mirë të vonohet, ndërsa sa i përket Kurban Bayramit duhet sa më herët që ta falësh. Momentin kur kalon lindja e diellit apo pas disa minutave që është, ajo atëherë është koha e parë e faljes së namazit të Bayramit, siç thotë Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, thotë koha e namazit të 2 Bayrameve është prej kohës kur dielli ngrihet sa një shtys, dhe thotë deri para namazit të drekës. Domethënë prej asaj kohës fillesës, domethënë fillimit të kohës deri para namazit të drekës, që kjo është koha e hyrjes dhe
dalje zonë, si kur çdo namaz që është. Pastaj vazhdon shehu thot, më e preferuar ditën e Kurban Bayramit është që namazi të falet në fillimin e kohës në mënyrë që njerëzit të thirrin kurbanet. Ndërsa namazi i fillimit të Bayramit është dhe preferohet që të vonohet që të ketë kohë për nxjerrjen e sadakatul fitrit, apo nëse njerëzit mësojnë me vonesë se dita e Bayramit është sot, çka të bëjmë? Për shembull, nëse sot është në kohën pashkore, është e pamundur, sepse kemi mediat, kemi, më thonë, informacioni është për një sekond vjen, po themi kushtimisht, po themi nuk e din personi që ka hy namazi i Bayramit, atëherë i lejohet pas drekës, nuk është koha, më ka humbur koha, i lejohet ditën e dytë ta falë namazin e Bayramit. Sepse Bayrami, vllazni, xhihadi, këto gjëra janë institucionale, nuk janë individuale, secili kryet veti, apo xhumaja. Mblidhen muslimanët. Përgjithësia është mbi ata. Edhe nëse për institucionet, edhe nëse kanë gabuar, ata e morën përgjithësinë. Ne duhet ta ndjekim ato, shtetin, vendin tonë kur ti jeton, me lejet Allahu subhanahu wa taala, ne nuk marrim mëkat inshallahu taala. Allah shpërblet hoç. Po ashtu dhe shumë njerëz, sidomos të rinjt, kanë interes ta dinë mënyrën e saktë të faljes. Pra cila është forma e saktë e faljes së namazit të Bayramit? Namazi i Bayramit i ka 2 rekate. Nuk ka ezan edhe ikamet, apo e ka hutbën pas namazit të Bayramit. Mirë, po këto 2 rekate ka tekbire brenda namazit të Bayramit, brenda rekatit. Ajo që është e përhapur tek ne, apo 3 në rekatin e parë dhe 3 në rekatin e dytë, ne nuk kemi gjetur argumente të sakta. Argumente të sakta që prej Rasulit alayhi salatu wassalam që i ka bërë 3 tekbire në rekatin e parë dhe në rekatin e dytë. Ajo që është e sakta thuhet në hadithe, thot namazi i Bayramit ka 2 rekate, argument për këtë është transmetimi i Omerit radhiyallahu anhu. Thot çfarë? Namazi i udhëtarit është me 2 rekate, namazi i Kurban Bayramit është me 2 rekate, namazi i Fitr Bayramit është me 2 rekate. Rekati i parë fillon me tekbirin fillestar, ashtu si të gjitha namazet tjera, pastaj thot bëhen 7 tekbire. 7 në rekatin e parë, përveç domethënë tekbirit fillestar. Në rekatin e dytë çfarë bëhen? Bëhen 5 tekbire përpos tekbirit rukus. Përpos tekbirit rukus. 7, 5. Më thonë, ky është suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu gjatë tekbireve, a ka argument nga Resuli alayhi salatu wassalam se i ka ngrit durt? Nuk ka argument. Nuk ka argument. Përkundër asaj që disa prej sahabive, për ty dhe Abdullah ibn Omeri, thuhet që i ka ngrit, mirë po, argument të qartë nga Resuli alayhi salatu wassalam nuk kemi. Të më thonë nuk është e domosdoshme. Nuk është e domosdoshme. Nuk është e domosdoshme, ajo është sunet tek e funit. Sunet. Po themi, më thonë, nuk është wajib, nuk është obligative ngritja e durave. Mirë, po nëse kthehemi tek argumenti, nuk ka argument nga Resuli alayhi salatu wassalam që i ka ngritur duar gjatë tekbireve. Apo tash, nëse i ngritin disa, nuk po themi që kanë bë ndonjë devijim apo kanë bë ndonjë gjë të ndaluar, apo Allahu e di më së miri, mirë po ne kthehemi tek Resuli alayhi salatu wassalam që nuk kemi transmetime që e ka bërë Resuli alayhi salatu wassalam që i ka ngritur duar përpos tekbirit. Ka thënë Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 7 herë ka thënë, dhe në të dytën i ka bë do thot dhe në rekatin e dytë i ka bërë 5 tekbire. Nëse të ikë siç tham namazi i Bayramit, nuk e fal xhaxhumi, ku e di unë, insan halli, atëherë thot i fal 2 rekate, do thot 2 rekate i fal në shtëpi. Allah shpërblet. Ndonjëherë ndodh që dita e Bayramit përkoj edhe me një ditë tjetër pra të rëndësishme. Si është çështja e bashkimit të xumas dhe Bayramit në të njëjtën ditë? Kjo që ka ndodhur edhe në kohën e Resulit alayhi salatu wassalam. Dhe është një ditë nga Ebu Davudi, thotë ka parë Muavija ibn Ebu Sufjanin e pyeste Zeid ibn Erkamin. A ka qelluar ndonjëherë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, thotë që të bashkon 2 festa, Bayrami dhe Xumaja? I ktheu dhe thotë po. Si ka vepruar në këtë rast Resuli alayhi salatu wassalam? Dhe çfarë ka thënë me një aspekt? Thot, ka thënë kush ka dëshirë që ta falë atë, le ta falë, po, do të thonë, tha fali Bayramin, pastaj tha e la në dëshirën e personit. Nëse do ne falë xhumon, nëse do nuk e falë xhumon.
Pastaj ulemaja e kanë trajtuar. Ka thonë imami si imam duhet ta falet e bajramin edhe xhamatun. Apo pse? Shkaku i xhamatit. Ndërsa për xhamatliun nuk është obligim xumaja. Nëse e fal nuk ka problem. Pra mund ta zgjedh njërin prej atyre. Njërin prej atyre mund ta zgjedh. Sepse me një hadith tjetër, thot Resuli alayhi salatu wassalam, ishte koha e xhumos dhe e bajramit, thot e fali xhumon kohën e lidhi bashkë me bajramin, kohën e bajramit me një aspekt, sepse xhumoja falet edhe në kohën e parë, nuk është vetëm në kohën e drekës. Kuptoj? Po, kuptoj. Domethënë kjo është çështja, po. Kjo është çështja. Sigurisht hoxh, një pjesë shumë e bukur e kësaj feste janë edhe urimet mes njerëzve. Si duhet bëhet urimi për festën e Bajramit? Para urimit, harova me potencu edhe një çështje, është një transmetim nga Ebu Dawud, Sunenin e Ebu Dawudit dhe Musannifin e Abdurrazzaqut, 5725, me zgjidhje transmetimit të saktë nga Ibn Zuberi se ka thënë. Thot u bashkuan në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dy festa, Bajrami edhe Xumaja. Thot ai bashkoi të dy në një namaz të vetëm dhe e fali namazin e Xumos 2 rekate në mëngjesin e fitër Bajramit, pastaj nuk u fal më deri në kohën e ikindis. Bukur. U fali Xumon në kohën e Bajramit, në kohën e 2 rekateve të Bajramit, 2 rekate. Bukur. Pastaj thot më nuk u fal deri në ikindi, që i bie as Xumaja, as dreka nuk u fal. Njëri për tyre është edhe Shekh Albani dhe në zonë sa të vetë thonë që nuk është obligim nëse bjen në ditën e Xumo Bajrami, nuk është obligim ta falësh Xumon, po njëkohësisht edhe dreka. Shumica ulemave thonë nëse e fal namazin e Bajramit, pas namazit Bajramit, nëse nuk e fal Xumon, ti ke obligim drek. Kështu thonë shumica ulemave, gjumhuri ulemave. Mirë po, me këtë hadith, ne mund t'japim fetva që nuk e ka obligim që ta fal edhe drekën. Sepse baza a ditë është Xumaja. Nëse ti thu dreka është obligim, atëherë thuj Xumon, le ta fal Xumon. Se zatën Xumaja po falet atë ditë. Domthon e logjikshme kjo gjë. Sidoqoftë, kjo është mesele hilafie. Dërsa sa i përket urimit, normalisht është gjë e pëlqyer nga sahabët e pejgamberit alayhis salam, nuk është as e urdhëruar, po as e ndaluar. Çka kanë thonë? Allahu na pranoft neve dhe juve veprat e mira. Njëri tjetrit kanë urdhëruar. Allahu na pranoft neve dhe juve veprat e mira gjatë Ramazanit që i kemi bërë. Imam Ahmedi çfarë thot? Thot unë thot i pari nuk uroj thot. Mirë po thot nëse më uron dikush e kam obligim m'ia kthy. E kam vajib m'ia kthy. Sepse nuk kemi transmetim ndonjë fjalë nga Resuli alayhis salam që i ka uru sahabët për punën për Bajramin, apo që Allah më na pranon juve veprat, por se sahabët e kanë vepruar këtë gjë, atëherë nëse sahabët, xhumuri sahabëve, ixhmaja sahabëve e ka bërë një vepër bëhet sunnet për ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah shpërblet hoxh. Edhe krejt në fund për ta ruajtur madhështinë e kësaj dite, cilat janë disa nga gjërat e ndaluara që bëhen gjatë festës së Bajramit. Fatkeqësisht subhanallah, shumë prej muslimanëve po bin disa mëkate, disa gjunohe. Një muaj e ka agjëruar Ramazanin, alhamdulillah. Po jep sadakatul fitr, si pastrim. Pastaj po e fal namazin e Bajramit. Pse po i prish gjithë këto vepra që i ke bo me disa mëkate? Një prej mëkateve është, çka thot muslimani? Thot du mu duk une sa më i bukur dhe sa më pastër me qenë du mu rru për Bajram. Pse Allah subhanallah? Pse po i kundërshton urdhën e pejgamberit alayhis salam? Muhamedi alayhis salam ka thënë lëshoni ekrat, shkurtoni mustaqet. Lëshoni ka thonë, lëshoni urdhër. A ka ndonjë urdhër që thot rrune? A ka ndonjë urdhër që thot s'ka problem? Jo. Përderisa ka thonë, përderisa nuk ka një transmetim që e zbut këtë urdhër pejgamberit alayhis salam, atëherë ne marrim si të mirëqenë që lëshimi i mikrës është obligim dhe ruajtja e saj me rru është haram.
është ndalesë, më thonë me rru. Pikë tjetër çfarë bëhet? Takimi me femra të toja. Shkon takohesh për Bajram kodune, ja zgjat dorën, anikni. Këto janë haram vëllaja. Shiko që ka thënë Rasuli alayhi salatu wassalam, të goditet dikush prej jush me leve hekuri. Thot në kokën e tij është më e mirë se sa ta prek një femër e cila është e ndaluar për të. Momentin e sa kur i kanë ardhur me bo besatim, nuk ja ka dhënë dorën Muhamedi alayhi salatu wassalam. Unë parameno, si kur një gusht në kokë ty me ta vendos, është ma hajrit për ty, se sa ti mja zgjat dorën një gruaje të huaj. Përshëndetëm, selam aleikum, aleikum selam, mos e jep dorën. Tash mu është e lehtë, alhamdulillah, para 20-30 vjetë ka qenë më vështirë. Nuk të kanë kuptu. Tash, alhamdulillah, opjalit e ka një shprehje, arropamat e mëdha e kemi hongër më herët. Ndërsa tash, na lidhin pak me Allahun. Ndërsa tash është pak më e lehtë se i kuptojnë njerëzit besimtarët. Nuk i japin dorën, nuk takon, kur tash je me mbulesë, nuk takohet. Ti që je me mbulesë apo ti që je me mjekur, spaku edhe ai i cili nuk është praktikues e din që nuk japin këta dorë apo po e diunë pse po e them këtë gjë. Thonë praktikoj me lenë Allah subhanahu wa ta'ala. Pikë tjetër është përngjasimi i muslimanëve në veshje. Në veshje, ku e diunë në zbukurime, në gjëra. Pejgamberi sa ka thënë men tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Thotë kush i përngjan një popull ai është prej tyre. Nuk bën mi përngjan jo muslimani në ato gjërat specifike të kufarëve, të jo muslimanëve. Për shembull, hajde, dikush mund me thonë për shkabre, ai ke pa preftrinit që e qesin ato të barë që to. Merë që ato të qitë ti, apo unë, qëka në thënë rrugës? Prift. Jo mëso kur gjuha jo, jo është, se po ndryshon. Pikë tjetër thëtë qëka, mu vequ me gratë e huaja. Fatkeqësisht, subhanallahu, vllazni, shkoni, kur po shkoni me bo Bajram, në për shtëpia, në për akraballëk, në për familjarë të ndryshëm. Momentin kur e shine që kërkush nuk është në shtëpi, vetëm gruaja, femna është vetëm mësyni. Qa kime bisedu Allahoti? Këshilla e bukur kjo që. Qa kime bisedu Allah? A ki burat në shpi, a ki djallin në shpi, a ki vlon në shpi, a ki dikonin në shpi, jo se kom në shpi. Mirë, u kry bën një selam, edhe kry puna. Mos ju në vla. Pejgamberi alayhi salatu wasallam të ka thonë, që të ka thonë? Thot nëse një mashkull edhe një femër vetëmohen me një shtëpi, brenda, me një ambient të mbyllur, thot i treti, thot është shejtani. I treti është shejtani, thot. Dhe që ka thonë ulemoja? Thot nëse me një vend, me një dhomë, vetëmohet një mashkull dhe një femër, dhe perdet zbritën poshtë. Thot, ata kanë bërë një qa. Kanë bërë një qa. Pse? Sot dëshmitar thot është shejtani, ma kryfune. Ma thamë nuk lejohet vllajem, nuk po themi që ti nëse u vetëmove me njerë bërë zina, më thonë shkove dhe të përfundimi, mirë po nuk i ke marrë shkaqet e mbrojtjes. Rruju vllajem, rruju. Nuk po themi që na jemi njerëz të pamoralshëm, apo ku e diune, dhe më thonë njerëz e psharak. Jo, nuk po themi. Po themi thjesht ky është dini jon, ky është feja jon, që në 1.000.000 raste, nëse një rast ndodh, Allah subhanahu wa taala ka desh ty me të vllajem, edhe ty motër e nderuar, dhe për fund e kemi të veçuarit ditës Bajramit për të vizituar varrezat, kjo është e përhapur tek një shokët kitësisht. Fal namazin e Bajramit, asë një shpi nuk shkën në Bajram drejtet e vdekurit shkën, subhanallah. Shkën ati që janë dy durët, o bovë, me fatkov Bajrami. Në kanë më bëqë Bajram, Allah. Me qënë se ka fillu si dëkurime u shtu, ka përkosh? Pse ka fillu? Pse o gjallarë të flasin? Ka flasin. Edhe duhet flasin, vazhdimisht. Pse njerëzit si ju, si që i keni dëgju prej o gjallarëve, keni shku, keni folë në për shtëpia, frutet, subhanallah, e bona një postim dje, thash po e shoh atë video në namazin e natës në Tiranë, madhështore, gracie madhe. Po them shiko, para 20-30 vjetëve, hoxhallarët që kanë punuar thjeshtat në përgjithësi, jo veç hoxhallarët, se ka dhe xhamatli që punojnë më shumë se ndonjë hoxh. Mirë po se fusha Davidit është ndryshme dhe që kjo është pjesë e Davidit. Edhe ju që e bëni këto është pjesë e Davidit.
unë flas ti bën këto gjëra, është pjesë e davetit që e meriton shpërblimin. Edhe çfarë po them subhanallahu, 30 vjet para 30 vjete, nëse kanë pasur kërcënime o xhallarët, nëse kanë pasur ku e diun presione të ndryshme, kanë qëndruar fuqishëm, sot frytet po i shohin. A ka pas çështë xhamat para 30 vjetëve? Trinja? Para 40 vjet në stop me trinj. Përkundër asaj që kemi disa lëvizje, po na sulmojnë, subhanallah, na po vetëdijsomi akoma më shumë. Alhamdulillah. Pikthehen rrugës Allahut subhanahu wa taala. Se dolëm nga tema e varrezave. Domethënë çfarë? Hoxhallarët duhet të flasin, duhet të vetëdijsojnë krypuna. Udu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Thirr në rrugën e Zotit tënd, në urtësi me këshill, polemizo me kundërshtarët e tu në mënyrën më të mirë. Ka dalë me lejen e Allahut subhanahu wa taala, ka mu prap kjo fe. Nuk e ki ti në dorë Allah e ka në dorë. Ti veç merri sebepet me lejen e Allahut subhanahu wa taala, ka me ecë këtë din. S'ka me lon shpi, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prej lloçje, prej leshi. Që vetë se Allah subhanahu wa taala ka me fut islamin në shtëpiat e tyre. Baki baba është anti-islamist i përvetuar. Lufton natë ditë, djalin ja çon motëzo. Çikën ja çon motëzo. Subhanallah. Firma dështore. Na pishojmë edhe në për Evropë. Baki baba kafir, jo musliman, e lufton djali vet, po i falet. Teknik ka politikan që është anti-islam, djali vet i falet. Ma kjo është mirësi. Këto vetëm Allah subhanahu wa taala që e ka në dorë këtë firma dështore që e ndron. Sa sulmi bot ndaj islamit, sikur të kishte me qenë ndonjë ideologji tjetër. Sa pushtete e kanë luftu, sa mbretëri e kanë luftu. Hala po qëndron mbi tokë. Falnive jo. Allah së që e mbras. Dhe për fund është fatkeqësisht shumica edhe muslimanëve e lojnë namazin. O tham, apo fal namaz që të Ramazanit, subhanallah. Me fal sunet, mos e le farzin. Vllajen, motër e ndërm, mos e le farzin. Mos e le namazin 5 vakët. Mos e le namazin kur ke mundësi me shku me fal me xhamat. Mos e le subhanallah. Allah subhanahu wa taala ta mundsoj miron sejdë Allahut azza gjatë Ramazanit. Të forcoj. U boni disciplinum një muj ditë të shikim malet, mi u këtoj tamam dinit Allah subhanahu wa taala. Allah shpërblet. Allah shpërblet hoxha. Atëherë pra të nderuar shikues, kjo ishte biseda e Ramazanit për sot. Allahu e shpërblet hoxhën e nderuar inshallah për këshillat dhe sqarimet e vlefshme që na ka dhënë. Allahu na pranoft agjërimin dhe na mundsoft ta presim festën e Fitr Bajramit që ta gëzojmë së bashku dhe ta festojmë së bashku. Ju falenderoj që na ndoqët dhe ju uroj nga zemra gëzuar Bajramin dhe ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan